Përshëndetje të gjithëve, ju uroj mirëseardhjen. Ky është edicioni informativ i orës 15 drejt për së drejti në Report Televizion për cilësim ngjarje dhe zhvillimet e deri tanishme të ditës, përgatitur nga redaksia jonë e informacionit, nisë fillimisht me titujt kryesor. Me qindra qytetarë janë mbledhur që tani në sheshin qendror të Tiranës për protestën që mbahet në orën 17 në mbështetje të ish-udhëheqësve të UÇK-s të paraburgosur në Hag. Mijëra qytetarë nga Kosova, Maqedonia e Veriut dhe Malizi vishen kuqezi, duke veshur kështu edhe sheshin Skënderbej. Fjalime do të mbajnë veteran të UÇK-s, kreu i BDI-s Ali Ahmeti dhe ish-presidenti jon Alfred Mojsiu. Protesta mbështetje të gjerë politike në Shqipëri dhe Kosovë, por jo nga Kurti dhe as PD e Berishës. Në zgjedhjet e thjeshme të 9 nëntorit, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të provojë të numërojë vota duke përdorur inteligjencën artificiale. Lirian Celibashi tha se gjithsesi ky do të jetë një test dhe nuk do të zëvendësojë numëruesit e partive. Kur sistemi drejtësisë vijon të lëngojë nga mungesa e gjyqtarëve në Këshillin e Lartë Gjyqësor, po të kalohen afatet ligjore për fillimin e punës së 42 gjyqtarëve të rinj. Shkak janë burokraci dhe vonesat në lidhje me lëvizjet paralele. Ndërkohë një studim i fundit tregon se në apelin e përgjithshëm dosjet që vijnë janë më shumë se ato që gjykohen dhe stoku po shtohet. Në këtë gjykat janë vetëm 28 gjyqtarë nga 78 që vijnë gjyqtar. Zbulohet se klinika Dental Turk në Don Bosco kryen evazion fiskal dhe pacientëve u shërbehe me produkte të skaduara. Policia arreston administratorin turk Adnan Izizolu. Në netim 3 laborant sekuestrohen 300 shishe me produkte pa fatura me vlerë rreth 100.000 euro si dhe mandate të pafiskalizuara. Në spiralin onkologjik të QSU-s prej disa ditësh nuk funksionon mamografia, duke lënë pa shërbim qindra gra që paraqiten për kontrolle pikërisht në tetorin roz, muajin dedikuar kontrolleve për kancerin e gjirit. Pajisja ka pësuar një defekt dhe ende nuk është dhënë afat për riparimin e saj. Prej muajsh është jashtë funksionit edhe aparatura e brakiterapisë që përdoret për trajtimin e kancerit ginekologjik. Presidenti i Ukrainës Zelenski ndodhet në Washington për t'i kërkuar raketa Tomahawk dhe pritet të takohet me Donald Trump. Kryeministri Viktor Orban flet me Putin dhe jep garanci për hyrje në Hungari për takimin e paralajmëruar në Budapest me presidentin amerikan Donald Trump. Kjo do të ishte hera e parë që Putin shkel në një vend të BE-s që kur në mars të vitit 2023 gjykata ndërkombëtare penale lëshoi një urdhër arresti ndaj tij për krime lufte. Tirana Mus është instalacioni më i ri në kryeqytet i ideuar nga arkitekti i njohur austriak Chris Precht, por në ndryshim nga të tjerët nuk është thjesht një vepër arti për t'u shijuar, por edhe një oazë për të kaluar momente qetësie në shoqërinë e librave të shumtë. Liria ka emër, me këtë moto mbahet sot në orën 17 në sheshin Skënderbej në kryeqytet në Tiranë protesta në mbështetje të ish-krerëve të UÇK-s të cilët gjykohen në Hag për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Është një protestë e thirrur kjo nga veteranët e luftës, e mbështetur po ashtu nga qeveria shqiptare me pjesëmarrjen e shumë qytetarëve, qindrave, por edhe mirave, pse jo nga të gjitha trojet e vendit tonë. Kam në komunikim të drejt për drejt kolegun Arlin Disa, i cili do të zhvillojë një intervistë me kreun e BDI-s Ali Ahmeti, i pranishëm në këtë protestë të sotme, sigurisht duke u takuar fillimisht edhe me përfaqësues të lartë të politikës në vendin tonë. Do të përçohen mesazhe gjithashtu për gjithçka pritet të ndodhë në këtë protestë. Ndërkohë që e kam kolegun Arlin Disa, i cili do të zhvillojë një intervistë me zotin Ahmeti. Arlin, të përshëndes, ti një për ty. Përshëndetje, faleminderit. Siç e thatë dhe ju, unë pata mundësinë që të marr pak nga koha e zotit Ahmeti në ditën e tij të ngjeshur, gjatë kësaj dite të veçantë, të shënuar jo vetëm për Tiranën, jo vetëm për Prishtinën, jo vetëm për Shkupin, por për gjithë shqiptarët kudo që ndodhen. Pjesëmarrja pritet në sheshin Skënderbej të jetë masive, por nuk do të humb shumë kohë sepse menjëherë do t'i drejtoj pyetjet që kam zotit Ahmeti. Ai besoj nuk ka shumë nevojë për prezantim, por së pari do ta falenderojmë për kohën që na ka dhënë në dispozicion. Faleminderit për kohën tuaj zoti Ahmeti. Faleminderit edhe për kohën tuaj. Çfarë është dita e sotme? Çfarë simbolike ka? Çfarë rëndësie ka sipas jush? Dita e sotme është të gjithë jemi UÇK. Të gjithë jemi
në përkrahje të çlirimtarëve. Të gjithë jemi që ushtrisë çlirimtare të Kosovës i bëhet një padrejtësi e madhe nga një ushtri çlirimtare me dosje edhe organizime tepër konspirative të Beogradit dhe të Moskës. Filloi mrapsht me Dick Martin, një deputet i cili i vu në alarm Brukselin, Washingtonin, se gjoja se ushtria çlirimtare e Kosovës është marrë me tregtim të organeve të brendshme të njerëzve. Dhe ky ishte fillimi, dhe tani ky proces devijoi përderisa ranë të gjitha argumentet dhe nuk ishte asnjë fakt që ushtria çlirimtare e Kosovës ka bërë një veprim të tillë. Kështu që sot ne jemi në kërkim të drejtësisë dhe besojmë që drejtësia në fund do të vendosë drejt. Ushtria çlirimtare e Kosovës ka qenë një organizatë çlirimtare, ka qenë një organizatë e cila ngushtë ka punuar me NATO, me Amerikën, me Europën dhe ne ju jemi mirënjohës si Amerikës, Evropës, NATO-s, ne lirinë e fituam me gjak, por shlirimin me aleat, e thot që na ndihmoi Amerika, Europa, NATO, sepse lufta jonë ishte e drejtë. Ne kemi respektuar të gjitha konventat ndërkombëtare mbi luftrat dhe nuk mund të vendoset një barazi midis agresorit deri në shfarosje të shqiptarëve të Kosovës dhe të çlirimtarëve. Kjo po shihet hapur, dhe ne kërkojmë që drejtësia të vendoset në vend. Zoti Ahmeti, çështje pak ditësh pritet që mbrojtja e disa prej ish-krerëve të UÇK-s në Hag të përfundojë. Në lidhje me këtë kisha dy pyetje. Sa realiste është pritshmëria që ata të lirohen? E para dhe e dyta, nëse do të jepte një dënim për ta, çfarë do të thoshte, çfarë do të sillte? Unë s'dua të flas për dënim se të dënohen njerëzit që kanë luftuar për lirinë e kombit të vet. Dhe unë pres që drejtësia të vendos drejt dhe sa më parë të shpallën të pafajshëm dhe të kthehen dhe unë e tyre në familjet e tyre. Protesta sot, takimi, nëse mund ta quajmë sot, bëm bashk gjithë shqiptarët apo jo? Si e shihni, si mund ta përshkruanit këtë? Këtu tani jemi në sheshin Skënderbej. Sigurisht unë kam edhe emocione, sigurisht kam edhe nostalgji, sepse këtu kanë qëndruar te ky shesh, janë frymzuar të ronët dhe herojt më të mëdhenj të Kosovës, Adem Jashari, Luana Radinaj, Ilir Konoshevci, Adrian Krasniqi, Qerim Kelmendi, Zahir Pajaziti, do thotë janë motivuar në këtë shesh, janë motivuar në sheshin Skënderbej dhe pikërisht ky shesh na grumbullon sot gjithandej shqiptar ku jetojmë, si në Kosovë, Maqedoni dhe më shumti në Shqipëri. Sigurisht që sot do kesh për gjitha qytetet të Shqipërisë, ashtu siç e pritën Kosovën gjatë periudhës së luftës së Dan kafshatën e Gojës, qytetarët e Shqipërisë, Tirana, Kuksi, Shkodra, Vlora, Durrësi, edhe sot pjesëmarrja sigurisht do jetë në drejtim të mirë të solidaritetit me çlirimtarët dhe në kërkim të drejtësisë. Ndoshta mund të ketë pak keqardhje sa i takon përfaqësimit nga figurat e shquara, liderët politikë siç ju jeni. Kemi disa situata duke përfshirë Tiranën, Prishtinën, ndoshta edhe këtu opozita nuk do të jetë përfaqësuar me aq informacione sa kemi, por e mbështet protestën. Prishtina zyrtare po ashtu me sa dim nuk do të jetë përfaqësuar
të paktën nga eksponentë të lartë të saj fizikisht këtu në protest, po ndërkohë dje pam edhe një përplasje në distancë midis kryeministrit të Shqipërisë dhe zotit Albin Kurti. Në një ditë që flitet për përbashkim, çfarë domethënie kanë të gjitha këto sipas jush? Mua nuk më vjen mirë, po edhe nuk i komentoj vendimet e autoriteteve. Kjo është një protestë mbar kombëtare, nuk ka të bëj as me politizim, as me partizim, është vendimi i shoqatave të dala nga lufta, thirrja u është bërë të gjitha subjekteve dhe të gjithë kanë qenë të mirë se ardhur, po nuk do të bëj komente më shumë. Po ju lë të lirë, shumë faleminderit për kohën dhe presim të dëgjojmë mesazhet që ju do të jepni gjatë protestës. Diçka të fundit? Faleminderit edhe për kohën tuaj dhe miru takofshim në protestë. Linja në studio. Faleminderit Arlind për këtë intervistë zhvilluar me zotin Ali Ahmeti, i cili gjithashtu do të jetë pjesëmarrës të protestë, duke marrë edhe fjalën e tij. Me ty më pas do të ketë kolegu Ermal Qori gjitha lidhjet që lidhen me protestën në mbarvajtjen e saj sa i takon edhe organizimit në orën 17, ndërkohë do të shkojmë me pamje të drejtë për drejtë nga sheshi Skënderbej për të parë edhe organizimin e deri tanishëm që ndodh pikërisht në këtë shesh, në qendër të Tiranës, atje ku do të vinë qindra apo mijëra qytetarë të mbledhur në mbështetje të ish-krerëve të UÇK-s në tubimin paqësor që mblidhet aty. Kam kolegen Razila Muslima, e cila do të na flasë më gjërësisht për organizimin e deri tanishëm, çfarë ndodh pjesëmarrjen po ashtu. Besoj që atmosfera është ndezur që tani më pak se 2 orë përpara mbajtjes protestës, Razila, apo jo? E vërtet, Migena, të përshëndes nga sheshi Skënderbej, i cili në këto momente sot flet shqip më shumë se kur, janë përbashkë shqiptarë të Shqipërisë, Kosovës, Maqedonisë së Veriut, shumë përpara nisjes zyrtare të tubimit paqësor të protestës, ku do të artikulohet qartë dhe pastër kërkesa për liri për çlirimtarët e Kosovës, për luftëtarët e UÇK-s, të cilët janë arrestuar dhe mbahen në Hagë drejtësisht prej më shumë se 5 vitesh tashmë. Edhe pse protesta do të nisë zyrtarisht në orën 5, në orën 17 pasdites, janë mbledhur qysh rreth 1 orë më parë në fakt këtu në sheshin Skënderbej, entuziast për të artikuluar kërkesat e tyre që sigurisht do të jehojnë dhe do të marrin zë më shumë akoma kur kjo protestë nisë zyrtarisht, siç mund shihni edhe nga pamjet, mendimën e operatorit ton, pjesa më e madhe e tyre mbajnë në duar flamujt e Shqipërisë me simbolet e UÇK-s, sigurisht nuk mungon as flamuri amerikan dhe janë vendosur pothuajse në të gjithë sheshin Skënderbej, por përqendrimi më i madh është poshtë bustit të heroit ton kombëtar Gjergj Kastriot Skënderbeu, ku e shfrytëzoi në fakt edhe pankartën që është vendosur aty për të shkrepur fotografi. E ky mesazh mos të qëndroj vetëm këtu në fakt, por të përcillet edhe përmes rrjeteve sociale, fotografive që pjesa më e madhe e tyre janë duke shkrepur me mesazhe të qarta për liri për çlirimtarët. Në orën 17, siç e thash, do të nisë zyrtarisht protesta me një agjendë të përcaktuar, do të marrë fjalën nga pala shqiptare, themi kështu, ish presidenti i Shqipërisë Alfred Mojsiu, po ashtu do të jetë i pranishëm edhe Përparim Rama, kryetari i Bashkisë së Prishtinës, i cili ka organizuar, le të themi, dhe ka mbështetur edhe ardhjen e pjesës më të madhe të shqiptarëve nga Kosova këtu në sheshin Skënderbej, duke siguruar edhe autobuza falas për ardhjen e tyre deri këtu, po ashtu do të marrë pjesë, siç e kishim në fakt para pak qastesh me kolegun Arlind në transmetim të drejtë për drejtë, kreu i BDI-s Ali Ahmeti, ndërsa për ta lënë këtë protestë më shumë të një simbol të unitetit kombëtar, jo për ta politizuar, do të mungojnë eksponentë të rëndësishëm dhe krerët më të rëndësishëm të Shqipërisë, siç është presidenti Bajram Begaj apo kryeministri Edi Rama, ndonse më herët për të nga organizatorët që janë veteranët e UÇK-s u fol se do të ishte i pranishëm në këtë protestë, por vetë kryeministri Edi Rama e sqaroi se nuk do të jetë i pranishëm pikërisht për të ruajtur
pastërtinë e kësaj proteste dhe për mos ta politizuar atë, pasi gjithsesi ka patur ngarkesat e saj politike dhe me një përplasje të kryeministrit ton Edi Ramës me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti për organizimin e kësaj proteste. Megjithatë, nga mazhoranca socialiste do të jenë të pranishëm deputet të Partisë Socialiste, vetë kreu i grupit të PS-s Tauland Balla e ka bërë të ditur se deputetët do ta mbështesin dhe do të jenë të pranishëm. Më pak figura janë nga opozita, për të mos thënë as pak, pasi Partia Demokratike, zoti Berisha ka deklaruar se nuk do të marrë pjesë në këtë protest, i vetmi që ka dalë nga radhët e tij ka qenë nga aleatët, themi kështu, Fatmir Mediu, kreu i Partisë Republikane, i cili ka deklaruar se do të jetë i pranishëm. Megjithatë, mund të ketë edhe surpriza, Migena, duhet të presim nisjen zyrtarisht të kësaj proteste për të parë se cilët do të jenë të pranishëm dhe kërkesat që do të artikulohen, megjithse një dhe vetëm është kërkesa dhe motoja e kësaj proteste, kërkohet liri për çlirimtarët. Kërkohet liri për Hashim Thaçin, Kadri Veselin, Jakub Krasniqin dhe Recep Selimin, të cilët mbahen në Hag me akuza të rënda për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit, kur në një kohë kur në fakt ata thjesht kanë luftuar për të mbrojtur atë dheun e tyre, vendin e tyre kundër agresorit serbis. Nasjela, shumë faleminderit për raportimin e drejt për drejt nga sheshi Skënderbej, aty ku tashmë duket gjithçka gati për nisjen e protestës, pse jo për të mbritjen edhe të shumë qytetarëve të tjerë të cilët do të jenë pjesë e saj në mbështetje. Sigurisht do të kemi edhe lidhje të tjera në momentin që ajo do të nisë. Falenderoj kolege, ndërkohë që do doja ndalesha pak edhe tek ardhja e shumë qytetarëve nga Kosova. Ka qenë me qindra sot të cilët kanë kaluar pikën e kalimit kufitar të Morinës, po ashtu kanë ardhur edhe nga Maqedonia e Veriut për të marrë pjesë në protestë. Rruga e Kombit është hapur pa pagesë për të lehtësuar qarkullimin, ndërsa bashkitë e Prishtinës e të Shkodrës kanë mundësuar transport falas për të gjithë qytetarët. Me flamujt kuqezi dhe simbolet e UÇK-s, ata kanë mbritur në kryeqytet me autobus, makina dhe motor. Në Morin ka kaluar edhe eskorta e presidentes së Kosovës Vjosa Osmani, e cila ka mbritur në Tiranë, por nuk do t'i bashkohet protestës edhe pse më herët ka deklaruar se i mbështet protestuesit. Ndërkohë, ne do ndjekim deklaratat e protestuesve të cilët kanë hyrë në kufi duke brohoritur UÇK dhe duke kënduar këngë patriotike. Sot jemi nisur për Tiranë, ju bashkangjitë protestës e cila është e organizuar nga shoqatët e dola nga lufta Kosovës dhe jem pjesëmarrës në këtë protestë. Ju urojmë aty në sa më shpejt të kthehemi në Kosovë. Po shkojmë në protestë në Shqipëri, urojmë që të bëhen kallabllak, kalojnë mirë, e të arrijmë qëllimin. 3 bashkë luftar shkojmë në përkraje. Çka prisni nga kjo protestë? Do të bëjmë tonën që t'i tregojmë se padrejtisht i mbajnë në burgun e Hagës. Ne jemi pjesëtar të ushtrisë shërimtare kombëtare dhe të kemi marrë pjesë në luftën e Tetovë, kurse do të përkrahim deri në fund vëllezërit tonë kudo që të jenë. Të vinë në shtëpi shërimtare, është një padrejtësi e shekullit. Po i bashkoni protestës? Po. Çka prisni? Mirë, diçka. A pritet a? Mirë, diçka, mirë. A shpresoni lirimin e tyre? Si që shikoni, ka një interes shumë të madh nga ana e qytetarëve për të marrë pjesë në protestë, për të mbështetur ish karrierët e UÇK-s, të cilët gjykohen në Hag për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit, ata i cilësojnë heronj që luftuan për lirinë dhe mbrojtjen e vendit të tyre, ndërkohë që agresori ishte vetëm Serbia. Po në është shumë të rëndësishme, sa ata njerëz nuk e meritojnë që vujnë atje dënimin. Besoj që kjo protestë do ta çojë alarmin për lirimin e tyre të jenë të pavarshëm. Nocionet janë të mëdha, sepse ata çlirimtarët tonë po marrin padrejtisht, edhe këtë popull shqiptar në bërë bota e din që ushtria shqiptare nuk ka bërë krime, as nuk është kriminale. Kriminale është Serbia dhe bashkëpunëtorët e tyre. Po shumë e madhe do të jetë, edhe janë të mobilizuar si çdo herë shqiptar. Ne kanë marrë presidentin, ne kanë marrë krye parlamentarin, ne kanë marrë njerëzit më të shajt që janë, pa pikë faj. Edhe na rrim e duan xhepa. Kjo ma pa drejtësi nuk e di që shko më shkue. Këtë qytetar 30 vjetër po sa shresë rinin. Për pa drejtësin që aty janë bon në dhes veton, edhe po shkojmë në mënyrë
paqësore me protestu, jo në mënyrë të po mënyrën paqësore, mënyrën më të mirën të organizu në përshkojmë në Tiranë. Jam veterant, jam ushtari UÇK-s pej fillimi. Kjo ditë normalisht të sjell në vëmendje vlerat më të çmuara të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, e cila sublimonte gjithë përpjekjet e brezave për të arritur pavarësinë e Kosovës. Normalisht protesta jon ka për synim dhe qëllim që të përçoj mesazhin se çlirimtarët që po mbahen në Hag po mbahen padrejtisht. Ne mendojmë se kjo gjykat, e cila ka devijuar nga akuza që pretendonte se ishte një akuzë e drejtë në thonjza, sipas raportit Dikmartit, ajo gjykat duhet të mbyllet sa më përpara edhe të shpallet null për sa i përket pasojave juridike. Pra, ne duam të përçojmë këtë mesazh që çlirimtarët, përkatësisht udhëheqësit kryesor të ushtrisë çlirimtare të Kosovës atje po mbahen padrejtësisht. Ky është mesazhi ynë, jo që jemi ne kundër drejtësisë, por jemi kundër padrejtësisë që bëhet në emër të drejtësisë. Po do të më aqel si këtij mileti e botës që me ditë që ata njerëz po dënohen padrejtësisht, janë të umojt padrejtësisht, se do më thonë kriminali dihet kush është, këta janë çlirimtarë, këta janë ata që i kanë vu kur themelin këtij shteti. Report Televizion do t'jetë drejt për së drejti në kohë reale me gjithë organizimin dhe zhvillimin e protestës që mbahet ditën e sotme në orën 17, ju ftoj të ndiqni atë bashkë me raportimet e kolegëve të cilët ndodhen në kënde të ndryshme për të përcjell çdo mesazh që do të vijë prej andej, e ndërsa do ndalemi po ashtu edhe tek masat që ka ndërmarrë policia e shtetit, sa i takon edhe mbarvajtjes së kësaj proteste të organizuar nga veteranët e UÇK-s në Tiranë. Kështu, bulevardi i ri do të bllokohet gjatë ubimit nga ora 17 deri në orën 19, pasi aty do të parkohen të gjitha makinat e mbështetësve që vinë për protestën. Në sheshin Skënderbej dhe pranë tij do të ketë efektiv për sigurinë e protestës, e cila është paralajmëruar të jetë një marshim paqësor në mbështetje të liderëve të paraburgosur në Hag. Një ditë më parë kemi parë edhe përplasje dhe akuzat në distancë mes Albin Kurtit dhe Edi Ramës mbi organizimin e kësaj proteste. Kemi kërkuar të pyesim edhe mendimin tuaj dhe opinionin po ashtu në lidhje me atë se kujt i jepni të drejtë Edi Ramës, përgjigjen 82.9% e votuesve, Albin Kurti 13%, asnjërit 4.1%. Kush ka dëshirë të bëhet pjesë e sondazhit ton, të votojë në shqiptaria.com, seksioni sondazh.tv dhe në reportviz.tv.al. Vjojmë me lajmet nga politika. Sali Berisha quajti puç kushtetues vendimin e gjykatës kushtetuese mbi vendimarrjen e djeshme për të larguar pa përfunduar mandatin 9 vjeçar gjyqtaren Sonila Betja. Berisha tha se Betja ishte një zë i pavarur dhe akuzoi presidentin Bajram Begaj si pjesë të puçit. Vendimi i gjykatës kushtetuese për të konstatuar mbarimin e mandatit të gjyqtares Sonila Betja ka rikthyer akuzat e Sali Berishës për këtë institucion. Kryedemokrati e lidhje vendimarrjen për mandatin e Betjas me qëndrimet që kjo e fundit ka mbajtur shumë herë kundra rrymës së vendimeve të kësaj gjykate, tha Berisha. Gjykata kushtetuese vendos, duke shkelmuar mbi ligjin e vet, zero tolerancë ndaj pakicës. Betja ishte një zë i pavarur. Jashtë përgjegjësisë për këtë vendim nuk lë as presidentin Bajram Begaj. Gjykata kushtetuese bëhet notere e një seri veprimesh antikushtetuese të eksponentit më kryesor të mafjes në drejtësinë shqiptare me emër Sokol Sadushi dhe presidentit më të padenj në Shqipëri, në Europë dhe më gjerë. I turrej me tërbim gjykatës kushtetuese, pse ato vendosën të anullojnë dekretin e tij për Erion Velin, relatore për këtë çështje ishte Sonila Betja. Këtë ditë fundit i përsëriti qëndrimin se duhet të largohet nga karrikja të parit të shtetit, ndërsa akuzat për dy punësimi shoqëroi edhe me një thirrje. I bëj thirrje urdhit të mjekut t'ia heq diplomen në qoftë se i ka ngelur, qoftë edhe një kuant i integritetit njerëzor të largohet me njërë nga ajo detyrë, se e ka turprue në mënyrë skandaloze.
Kryedemokrati nuk ka ndryshuar argumentet as për mungesën në protestën në mbështetje të UÇK-s. Edi Rama u tërhoq, do bëj patriot njeriu që me aktet e tij është ndaj Kosovës po aq armik sa Aleksandar Vučići. Në zgjedhjet e pjesme të 9 nëntorit, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të provojë të numërojë votat me anë të inteligjencës artificiale. Kryekomisioneri shtetëror Ilian Celibashi tha se ky do të jetë një test dhe nuk do të mungojnë numëruesit nga forcat e partive. Epoka e inteligjencës artificiale në Shqipëri prek edhe zgjedhjet, madje drejt për drejt vlerësimin dhe numërimin e votës. Kjo nuk është një aspirat për të ardhmen, por një provë që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do ta bëjë pas 3 javësh. Në 9 nëntor të këtij viti do të zhvillohen zgjedhje të pjesshme për kryetar të disa bashkive të vendit. Stafi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve po punon për të aplikuar për herë të parë përdorimin e inteligjencës artificiale në numërimin dhe vlerësimin e fletëve të votimit dhe në nxjerrjen e rezultateve. Ky projekt do të shërbejë si test dhe për momentin nuk do të zvendësoj procedurën manuale të numërimit dhe të vlerësimit të votave, e cila do të mbetet mënyra zyrtare e referimit për këtë aspekt të procesit zgjedhor. KQZ deri më tani po përdor me sukses në gjithë vendin identifikimin elektronik të votuesve, por nuk e ka dalë të bindë politikën që edhe votimi dhe numërimi elektronik të shtrihen në të gjithë territorin. Deklarimet e Celibashit u bënë një tryezë krah ambasadorit të BE-s Gonzato, i cili vlerësoi hapat e Shqipërisë në digitalizim. Digital oversight is increasingly central to this reform agenda. Mirëqenia digjitale është qendrore sa i përket agjendës së reformave. Do të thotë për të siguruar që fushata online, reklama politike, përdorimi të dhënave janë transparente, të verifikueshme dhe objekti monitorimit të pavarur. Reforma zgjedhore dhe digjitale janë pjesë e angazhimeve që ka marrë Shqipëria për të bërë shtet antar, pjesë e grup kapitullit 1, çështjet themelore. KQZ ende nuk e ka bërë të qartë se në cilat bashki do të bëhet testimi për të numëruar përmes numëruesve digjital votën dhe as se cili është qëllimi final i këtij testimi. Ndërkaq Sali Berisha dhe Ilir Meta i regjistruan partitë e tyre për zgjedhjet e nëntorit, edhe pse në të pesta bashkitë opozita nuk ka kandidatë drejt për drejt të sajët, por mbështet emrat pavarur. Lëvizje kjo që i ka lejuar të kenë komisioner dhe numërues. Ndërkohë në të gjitha këto KZZ pavarurit kanë paraqitur brenda afatit komitetet nismëtare dhe kanë marrë formularët përmes të cilit do të duhet të mbledhin firmat e nevojshme të zgjedhësve të zonës së tyre si kusht që të regjistrohen si kandidat. Në mat ka surprizuar një zonjë, pjesë e strukturave të Partisë Socialiste. Kryetaria e Forumit të Gruas së PS-s, Suzana Hoti, ka regjistruar dje në KZZ-n e Matit komitetin nismëtar për të kandiduar si e pavarur. Ajo është e pakënaqur me kandidatin e Partisë Socialiste, Altin Bojni. Socialistët në Kuvend lanë pezull 2 kërkesa të opozitës për komisione hetimore, një për përfshirjen e kryeministrit Rama në çështjen me Gonigal dhe një tjetër që kërkon hetim parlamentar për zgjedhjet e 11 majit. Majoranca kërkoi që kërkesat të rishikoheshin, përndryshe nuk do të pranohen. Çdo kërkesë të bazohet në rregullat e të gjithë pranuara nga ligji dhe vendimet e gjykatës kushtetuese në fakte dhe grup fakte, jo në thashetheme, tha Tauland Balla në përfundim. Socialistët lanë pa përgjigje dhe kërkesën e Partisë Demokratike për debat apo interpelancë për gjendjen në spitalin onkologjik, ku kontrolli i lartë i shtetit raportoi mungesë serioze ilaçesh. Për të gjitha këto çështje do të vendoset me vot në seancën plenare të datës 30 tetor. Kur sistemi i drejtësisë vijon të lëngojë nga mungesa e gjyqtarëve në Këshillin e Lartë Gjyqësor, po të kaluan afatet ligjore për fillimin e punës së 42 gjyqtarëve të rinj. Shkak janë burokracitë dhe vonesat në lidhje me lëvizjet paralele dhe promovimet, ndërsa shoqatat e gjyqtarëve propozojnë ndryshime ligjore. Verën që lam pasi u shtuan sistemit gjyqësor 68 magjistrat, 42 gjyqtar dhe 26 prokuror, të cilët u betuan para KLG-s dhe KLP-s me shpresën se do ta lehtësojnë barrën e rënd të blackoutit mbi sistemin e drejtësisë. Por kur prokurorët e rinj u betuan fund korrikut e kaluar dhe filluan punën, ende 2 muaj e gjysmë pas emërimit të 42 gjyqtarëve,
Këshilli i Lartë Gjyqësor nuk i ka caktuar një vend ku të mund të ushtrojnë detyrën, ndërkohë që 99 vende mbetin bosh për toga të zeza në sistemin gjyqësor. Ky është një rast i përsëritur për KLG-n, ndërsa BIRN ka pyetur disa prej magjistratëve të sapo emëruar, të cilët në kusht anonimati shprehin shqetësimin e tyre dhe thonë se askush nuk i jep sqarim. Të gjitha procedurat e punësimit të magjistratëve të rinj janë të përcaktuara në ligjin për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve. Edhe pse emërimi i gjyqtarëve është bërë më 31 korrik përmes këtij vendimi të KLG-s dhe në pikën 2 të neni 37 të ligjit thuhet se betimi duhet bërë brenda 10 ditësh, kjo ceremoni ende nuk është organizuar. Burime nga KLG bën me dije për Report TV se ceremonia e betimit, e cila duhet të jetë publike, është parashikuar të bëhet brenda muajit. Po sipas ligjit, vendet e lira duhet të ishin shpallur brenda muajit qershor të çdo viti, ndërkohë që magjistratët kanë 2 javë kohë për të zgjedhur 3 gjykata si preferencat të tyre. Në pikën 2 të neni 39, parashikohet se brenda muajit korrik të çdo viti, secili këshill publikon vendimet e tij për caktimin e të emëruarve në pozicionet e lira për magjistratët. KLG thotë se shpërndarja e gjyqtarëve në përgjykata duhet të presë për shkaqe të procedurave që nuk varen të gjitha nga ky organizëm, siç janë procedurat ankimore. Ndërkohë që në një përgjigje më herët për BIRN, KLG shprehej se menjëherë me krijimin e vendeve vakante, në mbështetje me përcaktimet ligjore, do të shpallen vendet e lira për të emëruarit. Edhe shoqatat e gjyqtarëve mbështesin arsyetimin se janë procedurat ato që po vonojnë fillimin e punës së gjyqtarëve të rinj. Kryetari në detyrë i shoqatës kombëtare të gjyqtarëve të Republikës së Shqipërisë, gjyqtari Engert Pëllumbi dhe kryetari i Unionit të gjyqtarëve, Gert Hoxha, i thanë BIRN se kjo situatë lidhet me burokraci, pasi emërimet duhen bërë pas ngritjes në detyrë dhe lëvizjes paralele të gjyqtarëve që janë tashmë pjesë e sistemit. Për ta zgjidhur këtë situatë, Hoxha kërkon edhe ndryshime ligjore. Prej vettingut, gjykatave në vend që sipas organikës duhet të kishin 417 gjyqtar, kanë vetëm 308 gjyqtar të emëruar, nga të cilët janë efektivisht në detyrë 265. Në situatë më dramatike shfaqet gjykata e apelit e jurisdiksionit të përgjithshëm, që duhet të ketë në përbërje 78 gjyqtar. Ka një hapësirë shumë të shkurtër publicitare në vim, mos u largoni, të tjera informacione në vim, edicionin e lajmeve të orës 15, ju mirëpres. U rikthyem edicionin informativ të orës 15 për të përcjellë tek ju të tjera lajme të ditës. Numri i dosjeve të prapambetura në gjykatën e apelit vijon të rritet duke shkuar në mesin e këtij viti në mbi 44.000. Për një çështje civile në këtë gjykatë, mesatarja e shqyrtimit mbetet mbi 7 vjet. Situata reflekton nevojën urgjente për emërimet të anëtarëve të rinj dhe staf mbështetës për gjyqtarët. Aktualisht, apeli funksionon vetëm me 1/3 e anëtarëve që duhet të ketë. Gjykata e apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm është hallka më e rëndësishme e sistemit të drejtësisë, aq më tepër kur pas ardhës së regjyqësore të gjitha gjykatat e apelit në rrethe u shkrin dhe çështjet nga mbarvendi tani kalojnë përmes saj. Vitin e kaluar, Këshilli i Lartë Gjyqësor miratoi strategjinë kombëtare për uljen e çështjeve të prapambetura 2024-2027, e cila identifikon gjykatën e apelit si një ndër prioritetet kryesore për shkak të volumit më të lartë të dosjeve të prapambetura. Një analizë e Institutit për Studime Publike dhe Ligjore nxjerr në pah një situatë që ecën në të kundërt të pritshmërive. Gjykata hyri në vitin 2024 me 37.662 çështje të prapambetura, por në fund të tij ato shkuan në 41.700, me një rritje prej 10.7%. As gjysma e parë e vitit 2025 nuk solli ndonjë përmirësim, përkundrazi. Stoku të çështjeve në pritje i ushtuan edhe 2.446 raste të reja, duke çuar ngarkesën totale në 44.146 çështje. Sipas studimit të institutit, mbi 67% e dosjeve të mbartura përbëhet nga çështjet civile, që mbeten kategoria më problematike për shkak të kompleksitetit dhe kohëzgjatjes së gjatë të shqyrtimit. E njëjta analizë tregon se koha mesatare e shqyrtimit për raste civile vazhdon të jetë 2.683 ditë, ose mbi 7 vite. Në jurisdiksionin penal është ulur në 823 ditë ose mbi 2 vjet. Përkeqësimi i situatës me çështjet e prapambetura sipas institutit erdhi pavarësisht një rënje të lehtë të çështjeve të reja të regjistruara dhe përmirësimit të ndjeshëm të treguesve të eficiencës. Ajo duket se reflekton qartë numrin e reduktuar të anëtarëve të kësaj gjykate dhe mangësitë në stafin mbështetës.
Në përfundim të vitit 2024, Gjykata e Apelit kishte 31 gjyqtar të miratuar nga 78 gjithsej që parashikon organika, ndërkohë që vendet e mbetura bosh vijojnë të ndikojnë ndjeshëm në kapacitetet për përballlimin e fluksit të çështjeve. Nga ana tjetër, ndikim duhet të kenë edhe aspektet financiare. Ndërsa buxheti i KLG-s për vitin 2025 u rrit me rreth 24% krahasuar me vitin 2024, pjesa e dedikuar për Gjykatën e Apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm pati një ulje me 13%. Vetë gjykata pjesën ndërmuese të fondeve përdor për pagat e gjyqtarëve dhe personelin ndihmës, ndërkohë që mbetet minimal financimi për teknologjinë e informacionit, menaxhimin elektronik të çështjeve dhe sistemet arkivimit që mund të ndihmojnë po ashtu në shpejtësinë e shqyrtimit të çështjeve. Ndalemi në informacionet nga kronika. Vullnet Muça, vëllai i Aleksandr Lahos, i njohur si Rumi Shiaku, doli sot përpara tokave të zeza në GKK, ku dha dëshminë e tij për atentatin në 1 nëntor të vitit 2019 ndaj ish-prokurorit Arjan Doja, ku mbeti plagosur dhe vëllai i tij, Rumi. Ai mohoi të ketë njohje me Plaura Dervishajn apo të akuzuarit e tjerë, apo të ketë patur edhe konflikte më parë me ta. Rajat e Fushkrujës, familja e Redian Rajës, që u dënua për jetë për atentatin ndaj ish-prokurorit Ndoja, ku mbeti i vrarë Andi Maloku, me familjen e këtij të fundit tentuan shuarje të konfliktit përmes zakoneve të pajtimit të gjaqeve. Detaji doli në sallën e gjykatës së posaçme gjatë procesit gjyqësor këtë të premte, kur erdhi për të dëshmuar Beqir Boja, pajtues gjaqesh. Aslan Raja më ka kërkuar që të negocioj me familjen e Genci Malokut. Ai më kërkoi që të negocioj për të birin, Redian Raja. I kam kërkuar familjes Raja nëse kanë lidhje me këtë ngjarje dhe ata kanë bërë be në Kur'an që nuk kemi asnjë dieni për vrasjen e Andi Malokut. Genc Maloku na tha sipas rregullit shqiptar, keni afat 3 muaj, që të shohim si do shkojë gjithë gjëja, e më pas nuk pranoi mos zgjatje afati. Pas pajtuesit të gjaqeve, radha për të dëshmuar para tokave të zeza ishte e Vullnet Muçës, vëllai i Aleksandr Lahos, i njohur si Rumi, i cili ishte në makinë me Arjan Dojën dhe mbeti i plagosur. Vëllai i Rumit mohoi lidhjen me të akuzuarin dhe të ketë pasur konflikte. Në atë kohë na rasi bomb, sepse nuk kemi patur mosmarrveshje me palën tjetër, jemi munduar të mësojmë të vërtetën, nuk mund ta dim se kush e ka bërë. Arjan Dojën e kam takuar 2-3 herë pas ngjarjes për atë që ndodhi. Ai tha t'ja lëm kohës për të kuptuar se nga erdhi kjo punë. Madje gjatë dëshmisë jo vetëm vëllai i Rumit, por edhe Plaura Dervisha, i akuzuari kryesor, u kujdesen që përplasjen të mos e kishin të drejtë për drejtë. Edhe zotëria atje di që ne jemi gabimisht këtu. Ka ndodhur një ngatres pa lidhje, ne kemi ra viktim, ai ka rënë viktim, as kemi lidhje, as dim gjë. Thjesht i njohim si qytetar të Durrësit, kaq. Nga gojdhëna që qarkullojnë në Durrës, thonë që Plaura Dervishaj është personi kryesor që e drejtoi këtë punë. Nuk po arrit të kuptoj sensin e këtij procesi gjyqësor. Çfarë po kërkoni? Të na dënoni apo të zbardhni ngjarjen? Të gjendet kush është shkaku i gjithë kësaj historie? Është Arjan Doj, Andi Maloku apo Aleksandr Lao? S'po kërkoj mëshirë unë këtu, por drejtësi. Mos bëni teatr. Për seancën e ardhshme u përsërit thirrje për disa dëshmitar të tjerë, mes të cilëve Luan Mata, babai i Ervin Matës, i cili është shpallur në kërkim ndërkombëtar. Dëshmia e tij sipas PAK do të merret lidhur me vendosjen e tritorit në hotelin e tij në rrugën e Dibrës në maj të vitit 2020. Në këtë ngjarje dyshuesi ishin implikuar Ramazan Raja, Plaura Dervishaj dhe Julian Meçaj. Policia arrestoi administratorin e klinikës dentare Dental Turk dhe po heton në gjendje të lirë 3 punonjës. Në prangara Adnan Yezid Zodlu, i akuzuar për evazion fiskal si dhe për përdorimin e produkteve të skaduara. Gjatë operacionit të finalizuar nga seksioni për hetimin e pastrimit parave dhe aseteve kriminale, janë sekuestruar 300 shishe me produkte shumica të skaduara që ndodheshin në Dental Turk. Por to nuk u gjet asnjë faturë shtoganimi, ndërsa mandat pagesat ishin të pafiskalizuara. Sipas policisë, produktet janë bler rreth 100.000 euro. Autoritetet kapën në flagrancë dhe 3 punonjës të klinikës, konkretisht koordinatoria dhe 2 laborantë, të cilët po hetohen në gjendje të lirë. Hetimet e mëtejshme do të specifikojnë dëmin ekonomik që i është caktuar shtetit si pasojë e shmangjes dhe detyrimeve tatimore nga ky subjekt. Në vim një blok lajme shkurt.
Prokuroria e Tiranës merr të pandehur 2 ginekolog për neglizhencë në trajtimin mjekësor që çoi në humbjen e jetës së një foshnje të sapolindur në korrik të vitit 2021 në maternitetin Koçogliu Zheni. Kallëzimi u bë nga nëna pasi humbi foshnjën si rezultat i dëmtimeve të rënda gjatë lindjes natyrale nga përdorimi i forcepsit. Sipas ekspertizës, dëmtimet do të ishin shmangur nëse lindja do të ishte bërë me operacion siç ishte planifikuar. Të pandehur u morën mjekja që ishte kujdesur gjatë shtazanisë Aida Hoxha dhe mjekuroje Erviz Vata. Policia e Lezhës arrestoi drejtuesin teknik të firmës Leoni Alb, që po kryen punimet për ndërtimin e një pallati në Shëngjin, e kundroi jetë gjatë punës, një punëtor 36 vjeçar nga Plana. Sokol Toma, 52 vjeç, është arrestuar për shkelje të rregullave të mbrojtjes në punë dhe për punësim të paligjshëm. Bektash Zeneli, 62 vjeç, u arrestua nga policia e Kurbinit pasi kishte fshehur në banesën e tij në fshatin Vinjoll 7 kg me 350 gram kanabis me qëllim shitje në doza. I arrestuari sipas policisë është me precedent për disa vepra penale. Petrit Lori, një person në kërkim për transportimin e migrantëve në dy qarqe, Tiranë dhe Korçë, është arrestuar nga policia e Fierit. Ndaj 38 vjeçari, gjykata e apelit në vitin 2023 kishte dhënë vendimin me 4 vite burgim. Për të njëjtat veprimtari kriminale nga policia e Korçës, ai është arrestuar në vitin 2021. 1840 personeli i arsimit parauniversitar në gjithë vendin kanë aplikuar vaksinën antigrip. Vaksinimi edukatorëve dhe mësuesve është më shumë se një masë shëndetësore, thuhet në një njoftim të ministrisë, por një akt përgjegjësie ndaj fëmijëve. Flota e pastrimit të qytetit të Tiranës është shtuar me 9 mjete të reja të tonazhit të rënd për shërbimet e menaxhimit të mbetjeve urbane. Nënkryetari i Bashkisë së Tiranës, Ilir Mengra, apeloi për më shumë bashkëpunim nga qytetarët për të mbajtur kryeqytetin të pastër. Autoriteti Kombëtar i Ushqimit gjobiti një subjekt për tregtim pa licencë të pesticideve. Subjekti i cili u bllokua deri në pajisjen me licencë, trupat inspektuese të Drejtorisë Rajonale Berat ushtruan kontrolle në 8 subjekte të tjera, ku u vendosën edhe 3 masa administrative me paralajmërim. Shfletojmë faqen e lajmeve ekonomike. Komisioni Evropian ka miratuar fonde për Shqipërinë, Malinezi dhe Maqedoninë e Veriut si pjesë e planit të rritjes së Bashkimit Evropian për Ballkanin Perëndimor. Shqipëria do të marrë 99.3 milion euro nga ky disbursim i parë, nga të cilat 46.2 milion euro do të paguhen direkt në buxhetin e shtetit, ndërsa pjesa tjetër do të jenë në formën e projekteve infrastrukturore përmes kornizës së investimeve në Ballkanin Perëndimor. Fonde janë aprovuar edhe për Malinezi prej 18.3 milion euro dhe 25 milion euro për Maqedoninë e Veriut. Qëllimi i kësaj pakete financiare të BE-s është që të ndihmohet rritja ekonomike në këtë rajon dhe në këtë mënyrë të përshpejtohet edhe procesi i integrimit të tij evropian. Si përmarrje nga Turqia, rajoni dhe vendi u bën bashkë në forumin e biznesit Shqipëri-Turqi, që u përshëndet edhe nga kryeministri Edi Rama, që i bëri thirrje bizneseve turke që të investojnë në Shqipëri, si dhe shprehu objektivin për të dyfishuar shkëmbime tregtare mes shteteve. Shtimi i shkëmbimeve tregtare, rritja e investimeve dhe fuqizimi i bashkëpunimit ekonomik në sektor prioritar, nga turizmi në logjistik apo nga ndërtimi në inovacion, ishin në fokus të forumit të investimeve Shqipëri-Turqi, që mblodhi qendra sipërmarrës turke shqiptar në Tiranë. Ejani të punojmë bashkë për suksesin, ta rrokim atë dhe ta shijojmë bashkarisht. Me taksa fare të ulta, me energji të gjelbër, me një turizëm në rritje, me teknologji që zhvillohet për ditë dhe me një treg që e pret krahapur sipërmarrjen turke. Përmes një video mesazhi, kryeministri Edi Rama shprehu objektivin e ri për marrëdhëniet ekonomike me Turqinë. 10 vjet më parë, me presidentin Recep Tayyip Erdogan vum një objektiv të thjeshtë: të dyfishonim shkëmbimet tona tregtare. Sot kemi shkuar përtej dhe objektivi është që të ridyfishojmë shkëmbimet tona tregtare. Dhe nesër të ndërtojmë
një autostradë suksesi midis Bosforit dhe Adriatikut. Për forumin në Tiranë ishte edhe zëvendës presidenti i Turqisë Cevdet Yılmaz, i cili ftoi sipërmarrjen turke të shtoj prezencën në tregun shqiptar dhe të shfrytëzojë marrëdhëniet e mira politike të dy shteteve. Synimi afat shkurtër që tregtia dy palshe të arrijë në $2 miliardë në një kohë sa më të afërt, një nga shtyllat më të rëndësishme të bashkëpunimit ekonomik janë investimet. Jemi të kënaqur të vërejmë që Shqipëria ofron një mjedis të përshtatshëm për investitorët turq falë marrëdhënieve politike të shkëlqyera. Nuk ka pasur shumë projekte duke nisur nga 2021 deri më sot, por shpresoj që të përmirësohet. Turqia është partneri i tretë më i rëndësishëm i Shqipërisë sa i takon tregtisë. Vitin e shkuar kemi blerë nga Turqia madhra me vlerë 966 milion euro dhe i kemi shitur produkte me vlerë 48 milion euro, ndërsa këtë vit importi ka arritur në vlerën 567 milion euro, kurse eksportet vetëm 41 milion euro. Ndërkohë që është shënuar dita e tretë e grevës naftëtarëve të Patos Marinsës, disa prej të cilëve kanë shfaqur edhe probleme shëndetësore. Nga ana tjetër nuk ka reaguar ende kompania Bankers Petroleum për kërkesat e tyre. Përkeqësohet gjendja shëndetësore disa prej grevistëve të kompanisë Bankers Petroleum, të cilët ndodhen në ditën e tretë të grevës së urisë në zyrat e sindikatës në Marinsë. Tension të lartë. Shkojmë deri në fund. Ne nuk do dorëzohemi pa arritur kërkesat tona dhe është mos e domosdoshme për të bërë paga dinjitoze për këtë industri që si dhe do të ardhur për komponentë. Pas njoftimit ka mbritur një ambulancë me mjek për të monitoruar shëndetin e tyre. Grevistët Dritan Rapushi, Eduard Selami dhe Bledar Dano kanë pëhuar se pas 72 orësh pa ushqim ndihen të plogësht, por mbeten të vendosur për të çuar deri në fund kauzën e tyre. Kam çik dhimi koke, pak tensionin e lartë. Vajtëm 72 orë pa ngrenë asgjë, vetëm ujë, asgjë tjetër. Sot normalisht gjendja duket pak më e rënduar se ditët e tjera normalisht. Përsëri ne do t'ja dalim, ne do jemi këtu deri në fund. Ndërkohë punonjësit e Bankers Petroleum vijojnë pezullimin e punës dhe janë vendosur pranë zyrave të sindikatës në mbështetje të kolegëve grevistë. Shpresojmë që të ketë reagim, që këta njerëz të mos tregohen të papërgjeshëm me gjithë këtë gjë që po ndodh. Siç ju pat jashtë, të gjithë punonjësit janë këtu. Jemi të gjithë në një zëri, nuk po kërkojmë asnjë gjë të egzageruar, po kërkojmë meritokraci dhe drejtësi. Deri më tani nuk ka asnjë reagim nga kompania Bankers për naftëtarët që kërkojnë paga më të larta dhe kushte më të mira pune. Në spitalin onkologjik të QSU-tës prej disa ditësh nuk funksionon mamografia, duke lënë pa shërbim qindra gra që paraqiten për kontrolle për tetorin roz. Pajisja ka pësuar një defekt dhe ende nuk është dhënë një afat për riparimin e saj, ndërkohë prej muajsh është jashtë funksionit edhe aparatura e brakiterapisë që përdoret për trajtimin e kancerit ginekologjik. Në kulmin e tetorit roz, muaj që u kushtohet kontrolleve dhe parandalimin e kancerit të gjirit, mamografia në spitalin onkologjik të QSU-tës nuk funksionon. Report TV bisedoi jashtë kamerës me disa gra që ishin paraqitur për këtë ekzaminim, por pa mundur ta kryejnë. Ato thonë se mjekët u kanë sugjeruar që për momentin të bëjnë vetëm ekogjiri, pasi pajisja ka dalë jashtë funksionit prej afro një javë për shkak të një defekti. Pacientëve nuk është dhënë ende një njoftim se kur do të mund të kryejnë mamografin, ndërsa Report TV nuk ka marrë ende asnjë përgjigje për këtë çështje nga Ministria e Shëndetësisë deri në publikimin e këtij materiali. Kjo ministri vijoi edhe këtë të premte me thirrjet për ndërgjegjësim për kancerin e gjirit, në një kohë që vetë nuk mund të ofrojë shërbimin bazë në spitalin më të madh onkologjik në Shqipëri. E sikur të mos mjaftonte kjo, as pacientët me kancer ginekologjik që duhet të trajtohen përmes aparaturës së brakiterapisë nuk po e marrin dot shërbimin prej disa muajsh. Burimet nga Spitali Onkologjik sqarojnë se ekipi shqiptar i teknikeve të specializuar për riparimin e këtyre aparaturave duhet të konsultohen me ekspertë huaj për të ndërhyrë, një procedurë që shpesh zgjat me javë apo muaj. Brakiterapia e nisi punën vetëm një vit më parë, por ndërprerjet kanë qenë të shpeshta.
Tirana Mons është instalacioni më i ri në kryeqytet, i ideuar nga arkitekti i njohur austriak Chris Precht, por në ndryshim nga të tjerët nuk është thjesht një vepër arti për të shijuar, por edhe një oazë për të kaluar momente qetësie në shoqërinë e librave të shumt. Ndodhemi në sheshin Nën Tereza, ku është vendosur vepra më e re arkitekturore, e quajtur Tirana Mons. Kjo vepër arkitekturore në fakt është një oazë i gjelbër dhe një hapësirë publike kushtuar librit. Instalacioni i përkohshëm paraqet njësi modulare të parafabrikuara që montohen në vend. Format dhe ndriçimi i saj i ngjajnë hënës, duke krijuar një atmosferë unike. Ky instalacion lëvizës është ndërtuar me dru, ndërsa sipër në formë sferike ndodhen hënat. E gjithë vepra është ideuar nga arkitekti i njohur austriak Chris Precht. Në këtë hapësirë bëhen bashk librat, natyra dhe arkitektura, duke ofruar frymëzim dhe qetësi në zemër të qytetit. Ndërkohë që arkitekti e ka konceptuar këtë vepër si një bibliotek në krijim, ndaj edhe ftohen të gjithë qytetarët që të sjellin librat e tyre me shënime për të frymëzuar kështu njëri tjetrin. Biblioteka përfshin libra të veçantë të dhëruar nga Librari Dukagjini nga Kosova. Edhe arkitektët e përfshirë në projektet e fundit të qytetit kanë kontribuar me libra në koleksionin e saj. Tirana Mons ngjan se është një nga ato vepra arti që afron edhe më tepër Kosovën dhe Shqipërinë. Është një ide e mirë për qytetarët e Tiranës, që të vinë të rinj të lexojnë libra dhe të marrin ndjeni të mirë. Prishtinë nuk e kena po kurrë, shpresojna që me po një investim të tillë. Studentë të Universitetit të Arteve janë ndër vizitorët e bibliotekës, për shkak dhe të afërsisë që ajo ka me vendin ku ata studiojnë. Kjo studente po lexon në anglisht një libër për Van Goghun dhe shpreh të kënaqur me ato çfarë biblioteka ofron. Na duhet një vend i qetë, një vend që të shijojmë edhe studimet artistike, edhe me gjithë shokët e klasës që kemi pasur, mblidhemi këtu dhe lexojmë gjëra për artin dhe ka qenë një eksperiencë shumë interesante dhe na pëlqen shumë. Tirana Mons është e hapur çdo ditë nga ora 9 e mëngjesit deri në orën 20 dhe vizitorët mund të lexojnë librat vetëm brenda saj. Ajo ka një koleksion të veçantë me botime për të gjitha moshat, ndërkohë që pritet të pasurohet ditë pas dite edhe nga vetë qytetarët. Art, kultur dhe spektakël vijon rubrika Cicerone, e cila na njeh me aktivitetet dhe veprimtari që mbahen sot dhe nesër në Tiranë dhe në rreth. E ndjekim. Magjia e vizatimit është ekspozita nga Gazmend Leka, që do të çelet mbrëmjen e sotme në orën 19 te Galeria Fap në Tiranë. Traditat në duart e fëmijëve është aktiviteti që do të mbahet sot në orën 16 në Qendrën Kulturore të Fëmijëve në Durrës. Aktiviteti do të jetë një manifestim i trashëgimisë son dhe do të prezantojë punime të krijuara për fëmijëve, ndërsa vjen në kuadër të ditës ndërkombëtare të trashëgimisë jo materiale. 100 vjet Martin është ekspozita e çelur në Qendrën për hapje dhe dialog pranë kryeministrisë në kuadër të 100 vjetorit të lindjes së Martin Camajt. E ideuar nga Vlora Ademi, ekspozita sjell një udhtim artistik përmes jetës dhe frymës së Camajt, të interpretuar nga një qasje bashkëkohore vizuale prej artistit Dardan Luta. Feston Mirdit sjell një sër aktivitetesh sot dhe nesër në sheshin Abaz Doçi në Mirdit. Aktivitetet synojnë të forcojnë bashkëpunimin ndërkufitar mes Bashkisë së Mirditës, Shqipërisë dhe Komunës së Junikut në Kosovë. Pleqëri me kusure është komedia me autor Odisej Plakun dhe me regjitë e Eliona Thomarajt, që do të shfaqet në teatrin Petro Marko në Vlorë mbrëmjen e sotme në orën 19 në interpretimin e aktorëve të teatrit Bylis të Fierit. Në Galerinë e Arteve në Shkodër që leçonte në orën 19 një ekspozit personale nga autori nga Vlora, Edi Kojani. Këtë fundjavë të shtunën dhe të dielën në oraret 10:30 dhe 11:30 në Teatrin e Kukullave në Tiranë, në kuadër të ditës botërore të ushqimit, fëmijët mund të ndjekin shfaqjen Vitaminat e jetës.